politikanë të cilët marrin nga taksat tona dhe paguajnë pastaj edhe këtë rast, pra siç se ka njerëz për veshjen e tyre. E përmenda rastin e presidentes, nuk një ndonjë tjetër, por ne kemi parë politikanë të cilët kanë ndryshuar stilin në momentin që e kanë marrë detyrën shtetërore. Se ki fjallën për Vjosa Osmanin, hiç më duket që veshet me stil. Bile e kisha ndru komplet, me flëke, me... Pra, pikrish kjo thotë që nuk do me thonë që veshë shtrajt je pa tjetër duke zbukur. Ne diplomatit e huaj në Kosovë i vrejmë, ndoshta në rrugë e dim që janë të huaj nga stili i veshjes, sepse ata nuk jepin shumë rëndësi stilit se sa atë që për të cilën kanë ardhur këto. Pra, edhe gjeneta, edhe çdo kush që është jashtë duhet të sjellin kësaj lloj përvoja, pra që mos vlerësohen njerëzit nga veshja ose nga dukja ose nga çapo diun, po sidomos këtë rast për presidenten, për njerëz të cilët janë në pozita publike, të cilët marrin pa nga taksat tona, nuk do të çojnë gjithë investimin në